Në digën e liçenit të Tiranës nuk ka sisteme sigurie që paralajmërojnë rreziqet. Ka vetëm një derast të vijëzuar për të matur nivelin e ujit. Në vitin 2002, në digën e liçenit artificial të Tiranës u hap një poshtë shkarkuese, e cila shkaktoi dëme materiale për shumë qytetarë. Komiteti i digave hera herës ka dhënë paralajmërime për të mos ndërtuar pranë digës apo për të implementuar sistemet e sigurisë, por pa efekt. Liçenit të Tiranës i mungojnë 5 sisteme, si ai i alarmit, sistemi sismik, monumentet në formë shtyllash dhe sistemi i kontrollit hidraulik. Para 23 vitesh, Rama premtoi që do t'i ndihmonte banorët e dëmtuar, por sot, në garë për mandatin e 4, nuk ka vënë në punë sistemet mbrojtëse. Sipas ekspertëve, diga e liçenit të Tiranës nuk ka asnjë nga 5 sistemet e sigurisë që shërbejnë si alarm në rast rreziku ndaj qytetarëve. Ekspertët shtojnë se në rast shembjeje të digës së liçenit dëmtohen mbi 40.000 banorë dhe papërgjegjësia e Bashkisë Tiranë është shqetësuese. Bashkia Tiranë ja ka kaluar në administrim digën e liçenit, Ujësiellës Kanalizime Tiranë, por asnjëra nuk tregohet transparente për implementimin e sistemeve të sigurisë. Jo vetëm kjo digë, por nga 626 diga që ndodhen në Shqipëri, 410 prej tyre paraqesin probleme të theksora teknike dhe kërkojnë vëmendje urgjente. Paralajmërimet e herpashershme për sigurinë e digës së liçenit të Tiranës bien në vesh të shurdhët. Bashkia do të reagojë vetëm pasi të bëhet dëmi.